Një ngjarje e rëndë ka tronditur ditën e djeshme qytetin bregdetar të Durrësit, pasi 18 vjeçaria Prajla Kate Roplini u vethoz nga kati i 5 i një pallati duke humbur kështu jetën. Pasi Prajla ndërmori aktin e pakthyeshëm, kanë qenë të shumta reagimet e shpërndara gjerësisht në rrjet. Fillimisht u raportua se ajo u vetvra për shkak të gjendjes së rëndë psikologjike dhe ende nuk ka një sqarim të plotë të këtij detaji, por kanë qenë miqtë e saj që kanë dhënë deklarata të ndryshme për jeta është shef. Sipas disa prej tyre, Prajla prej disa kohësh përballej me presion psikologjik dhe shantazh nga partneri në marrëdhënien e saj. Ata kanë shtuar më tej se Prajla nuk vuante nga depresioni dhe se nuk ishte shfaqur asnjë shenjë të tillë, por shtuan se 18 vjeçaria ishte vazhdimisht e ofenduar, e përdorur emocionalisht dhe e shantazhuar nga partneri i saj. Ndërkohë të tjerë persona po ashtu pjesë e shoqërisë së tërës kanë deklaruar të kundërtën e kësaj, pasi sipas tyre Prajla dhe partneri i saj kishin një marrëdhënie normale për 2 të rinj të moshës së tyre, dhe se nuk ka pasur asnjë shenjë presioni, dhune apo manipulimi emocional mes shiftit. Ata po ashtu kërkojnë të verifikohen mesazhet mes tyre. Megjithatë, këto dëshmi ende nuk janë konfirmuar nga autoritetet përkatëse dhe pritet një verifikim dhe njoftim prej tyre për zbardhjen e plotë të rrethanave që e shtyn 18 vjeçaren plot ëndra të jep të fundjetës. Një reagim është bërë edhe nga shkolla në të cilën studionte Prajla. Ajo ishte ekselente dhe fituese e disa çmimeve. Dita e sotme për të gjithë ne është mjaft e trishtueshme, kur në orët e para të mëngjesit goditemi me një lajm pikëllues. Nxënësja e shkollës son, Prajla Kate Roplini, nuk është më mes nesh, nuk do na përshëndes, nuk do na buzëqesh dhe nuk do na përqafoj më. Sot parajsës ju shtua një lule tjetër, qiellit një yll tjetër, një shpirt tjetër i pastër. Prajla e dashur, vallëzo me engjëjt, buzëqeshja jote, butësia jote do të na shoqërojë gjithmonë. Sot le një boshllëk të madh tek ne, mësuesit e tu që respektoj aq shumë, të shokët dhe shoqet e klasës dhe shkollës ku kalove vitet më të bukura të tuat, ngushëllimet më të sinqerta familjes, Zoti i forcoft në këtë humbje të madhe dhe pa fjalë. Prajla është përcjell dje për në banesën e fundit, duke u lënë pas njerëzve që e deshën vetëm kujtimet.